S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirëmbrëma edhe nga unë. Si jeni? Si jeni brenda, në shpirt? Ky ka qenë gjithë ky sezon vere, ku kemi parë psalmet, zemrën e Davidit. Është e jashtëzakonshme se si fjala e Zotit është e njëjtë, kudo ku jemi, në çdo komb, në çdo gjuhë, ajo është e gjallë edhe vepron, edhe na flet, e zbulon ato të fshehtat e zemrës. Unë jam shumë e gëzuar që kemi sot një mik të ershëm, Timin dhe të Altinit, ai bashkë me familjen e vet, edhe një skuadër që një pjesë të tyre ka sjell me vete, punojnë në Prizren, i duam shumë, janë shumë inkurajim dhe jam e gëzuar të kemi përsëri mes nesh pastor Aronin. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma, si jeni? Mirë. Good evening, how are you? Unë di pak shqip. Unë po mëstoj. She's like, who am I translating for? I'm still learning Albanian. Yes. So that'll be the end of my Albanian tonight. Kaq është shqipja ime. And just think that I'm blessing your ears by you not having to listen to my bad Albanian. Edhe vetëm mendoni që është një bekim për veshët tuaj që nuk ju duhet më dëgjoni mua në shqip. It's a privilege whenever Pastor Altin and Ada invite us to come be a part of your church. Është privilegj për mua sa herë pastor Altini dhe Ada më ftojnë që të vi të flas në kishën tuaj. This is a really special church. Kjo është një kishë shumë e veçantë. And you guys have incredible leaders. Edhe ju keni drejtues fantastik. It's kind of funny that she's having to translate this, Po, does it seem? Dëgjoj, Aroni po thotë, jo domosdoshmërisht unë mendoj ashtu. I have a few friends with me today as well. Kam disa miq me vete sot. We have 3 interns that have joined us for the summer from the US. Kemi 3 praktikantë që na janë bashkuar gjatë verës nga Amerika me ne. Israel, Eli, and Caden. Israel, Eli and Caden. Caden, you nailed it. You can Mirë se imagine. erdhët, welcome. You can imagine all of the weird looks we get in Prizren when we introduce Israel in a Muslim country. Mund ta imagjinoni gjithë shikimet që ne marrim në Prizren kur ne prezantojmë atë djalin me emrin Izrael në një vend musliman. Oh, Israeli? Poa? Izrael quhet ky? Yes, that's really his name. Është me vërtetë emri i tij. And then we also have friends with us, Dan and Amber. Kemi dhe Den dhe Amber, miq tan me ne këtu sot. They're also visiting from the US, and they have been working hard to build a business in Prizren. Edhe ata kanë ardhur nga Amerika dhe po punojnë fort për të filluar një biznes në Prizren. Because their heart is in Kosova, and they look and are working hard to make that their home. Sepse zemra e tyre është në Kosovë dhe ne po punojmë fort që ta bëjmë atë shtëpinë e tyre. So to get started tonight, Alton shared with me that you guys are in a series on Psalms. Që të fillojmë sonte, Altini më tha që jeni në një seri me psalmet. In my opinion, Psalms is an incredible book. Në mendimin tim, psalmet janë një libër i jashtëzakonshëm. And it's something that I include in my reading of the Bible every day. Dhe është diçka që unë e përfshi në leximin tim të përditshëm të Biblës. And I find it challenging in everything that it covers. Edhe më duket shumë sfidues si libër në çdo gjë që mbulon. From wisdom, Që nga urtësia, prayer, lutja, worship, adhurimi, grief, vajtimi, and so much more. edhe shumë më tepër. So I was excited when Pastor Alton called me and invited me to come to be able to share from Psalms. Kështu që kënaqja shumë kur Altini më telefonoi, më thirrri dhe më tha që të ndaj nga psalmet. And for tonight I chose Psalms 63. Dhe për sonte unë zgjodha psalmin 63. And we have to remember a few important things when we open the book of Psalms. Kur ne hapim librin e psalmeve, duhet të kujtojmë disa gjëra shumë të rëndësishme. The first thing is we have to understand this is poetry. Së pari duhet kuptojmë që kjo është poezi. The writers will often use vivid imagery.
autorët e psalmeve përdorin shpesh imazhe shumë të gjalla jetësore. And dramatic language to stir emotion and imagination. Dhe një gjuhë dramatike për të nxitur emocionet dhe imagjinatën. It's so important for us to remember Është shumë e rëndësishme për ne të kujtojmë that we serve an incredible God. që ne I shërbejmë një Perëndi të jashtëzakonshëm. And if you're reading the book of Leviticus Nëse lexon librin e Levitikut or Numbers, ose të numrave, you might want to go to Psalms to be reminded that we serve a good God. mund të duhet që të shkosh tek libri I psalmeve që të kujtosh që ne I shërbejmë një Perëndi të jashtëzakonshëm. That we serve an incredible God. Që I shërbejmë një Perëndi vërtet jashtëzakonshëm. Can I hear a little amen? Mund të Amen. Amen. Remembering its poetry will help us to understand and actually extract things from the scriptures. Mbani mend që këto poezi ne na ndihmojnë që të kuptojmë por edhe të nxjerrim të vërteta nga shkrimi. David was a little bit of a drama queen at times. Davidi ishte ndonjëherë shumë dramatik, si e themin e drama queen. But if I'm honest, Por nëse do jem shumë I sinqert, I feel like he's maybe willing to say the things out loud that I don't want to say out loud. unë ndjej që mbase ai ka guximin të thotë me zë të lartë ato gjëra që unë nuk guxoj t'i them. That maybe he's willing to share his heart at a deeper level that I need to learn. Ndoshta ai është gati të ndaj për zemrën e tij në një nivel më të thellë se sa unë jam gati ta bëj. So let's remember as we read Psalm 63 tonight, Prandaj le ta mbajmë mend këtë gjë, teksa lexojmë Psalmin 63 sot, that this is a book of poetry, që ky është një libër poetik. and that there's vivid imagery Edhe aty ka imazhe shumë të gjalla to draw out deep, deep truth. për të nxjerrë të vërteta shumë të thella. Do you just want to read it in Albanian? The whole psalm? Yeah, Psalm all the way through. Yep. Okej, le të lexojmë bashkë Psalmin 63. O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është I etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur, pa ujë. Kështu të admirova në shenjtërore, duke soditur forcën tënde dhe lavdin tënde. Meqense mirësia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të të lëvdojnë. Kështu do të të bekoj derisa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngret duart e mia. Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palc dhe dhjam, dhe goja ime do të lëvdoj me buzë të gëzuara. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur I zgjuar natën. Duke qenë se ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tër gëzim në hijen e krave të tu. Shpirti im mbahet ngushtë te ti, dora jote djathtë më mban. Por ata që kërkojnë jetën time për ta shkatëruar do të zbresin në pjesët më të ulta të tokës. Ata do t'i dorëzojnë pushtetit të shpatës dhe do të bëhen prek çakejve. Por mbreti do të gëzohet te Perëndia. Kushdo që betohet për të do të përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtrave do detyrohet të mbyllet. The context of this Psalms Konteksti, ajo që po ndodh në këtë psalm, is when King David is chased out of his kingdom by his son. është kur mbreti David përzihet nga mbretëria e vet, nga djali I tij. He's pushed out by the manipulation and the trickery of his son. Ai është larguar, është tyr jashtë mbretërisë nga manipulimet edhe intrigat e djalit të tij. And while that's happening, while he's in the desert, his son is doing incredibly horrific things back home. Edhe ndërkohë që ai tani është përzënë në shkretir, djali I tij është duke bërë gjëra të tmerrshme në shtëpi. David is probably not in a comfortable position when he writes this. Me shumë gjasa, Davidi nuk është në një gjendje të rehatshme kur e shkruan këtë. He's probably not waking up refreshed and excited to face the next day. Me shumë gjasa nuk është shumë I gëzuar dhe mezi pret ditën që pason. But I'm sure that he is probably overwhelmed Por jam I sigur që ai është I mbi ngarkuar by the status of his situation. emocionalisht nga gjendja e tij. So when David writes about the wilderness, Kështu që kur Davidi shkruan për shkretëtirën, the scene communicates a dire situation of physical and spiritual need.
Ai po komunikon gjendjen e tmerrshme të nevojave të tij fizike dhe shpirtërore. Through the use of imagery, it communicates a desolate land. Përmes Pardon, can you Excuse me, yeah, sorry. No, it's okay. Through the use of this imagery, Duke përdorur këtë imazh të shkretëtirës, it communicates a desolate land. ai po tregon që një tokë, po komunikon një tokë të izoluar. Where there's no water to quench his thirst. Një tokë të thatë ku nuk ka ujë që të plotsoj të shuaj etjen e tij. And his spirit thirsts for God. Dhe një shpirt që është jetur për Perëndin. My kids love playing outside. Fëmijët e tij kanë shumë qejf të luajnë jashtë. It's a little bit hot outside right now, right? Është pak nxehtë tani jashtë apo jo? And they go outside and they play hard, Por ata luajnë jashtë edhe luajnë shumë fort. often to their own detriment, Deri në ezaurimin e tyre. where they forget their need for water and food Harrojnë që kanë etje apo uri, because they're having so much fun. sepse po kënaqen kaq shumë. And then finally, when they come in, Dhe më në fund, kur ata kthehen, it's like a dead sprint to the water bottle. është like a dead They run to the water bottle as është fast si as një they can. vrap drejt ujit. We sheesh it. Drejt shishes së ujit. They run to their water bottle and they drink deeply. Edhe pinë kaq fort. And there's something I see when my kid gets a drink of water. Edhe është diçka që unë shoh kur fëmijët e mi fillojnë të pinë ujin, There's like a level of satisfaction ka një nivel kënaqësie that they've been starving and dying of thirst for hours. që tregon që ata kanë qenë duke vdekur nga etja për orë të tëra. And when I thought about this, I thought about my own life. Dhe kur po mendoja për këtë, po mendoja për jetën time. How often the fun, Sa shpesh argëtimi apo qejfet, the enjoyment, kënaqësitë, the difficulties and hardships vështirësitë dhe sfidat can cause me to overlook the desperation of my thirst. mund të bëjnë që unë të neglizhoj dëshpërimin e etjes sime They shpirtërore. can cause me to forget how thirsty my spirit is Mund më bëjnë që të harroj se sa i jetur është shpirti im. and how desperate my need for God is. Sa dëshpërimisht kam nevojë për Perëndin. And I come to a place where I am desolate and desperate. Edhe arri pastaj në një pikë kur jam izoluar dhe dëshpëruar. Have you ever been in a season where life has led you to a place of exhaustion and weariness? Ke qenë ndonjëherë në një stin kur jeta të ka çuar në një pikë të lodhje, Whether it was full of really, really fun and exciting things, ka plot gjëra që të kënaqin e të gëzojnë, or extreme difficulty and hardship. apo vështirësi ekstreme dhe sfida, It's so easy for us to forget our need for God. në këto momente është shumë e lehtë për ne të harrojmë që kemi nevojë për Perëndin. That is where David finds himself. Në këtë pikë ka arritur Davidi. Life has brought him to complete exhaustion. Jeta e ka ezauruar komplet. He's physically and spiritually worn out. Ai është fizikisht dhe shpirtërisht i mbaruar. And he talks of a thirst that consumes his whole body and spirit. Edhe ai flet për një etje që i konsumon gjithë trupin edhe gjithë shpirtin. So how does he respond in this moment? Si përgjigjet Davidi në një moment si ky? Does he complain and point his finger at God? A ankohet edhe i drejton gishtin Perëndis? Does he get angry and he says, "What have you done to me, God? I've served you." A i natoset edhe thot, "Ç'a më bëre kështu Zot? Unë të kam shërbyer ty." No, he testifies to himself. Jo, ai dëshmon vetes. I have seen you in your sanctuary and gazed upon your power and glory. Unë të admirova ty në shenjtërore dhe kam soditur forcën dhe lavdin tënde. He confesses, "Your unfailing love is better than life itself." Ai rrëfen, mirësia jote vlen më tepër se vetë jeta. He gives praises. "How I praise you as long as I live." Ai e lavdron, thot, buzët e mia do të lëvdojnë sa jetë të kenë. He declares, "You've satisfied me more than the richest feast." Ai thot,
ti më ngop mua më shumë se sa festa më e madhe. Shpirti im do të ngopet sikur të kishte ngrënë palc dhe dhjam. He knows the goodness and the glory and the power of God. Ai e di, e njeh mirësinë, lavdinë dhe fuqinë e Perëndisë. And he reminds himself in this moment, Dhe kujton veten e vet në këtë moment. God, you are still my provision. Perëndi, ti je akoma siguruesi im. You're my provision when I'm inside of the castle, Ti je ai që siguron për mua kur jam brenda kështjellës, protected by my army. I mbrojtur nga ushtritë e mia, You're still my Lord that provides. por ti je akoma Perëndia im që siguron When I'm in the desert kur un jam në shkretë të tir and desperate for you. dhe I dëshpëruar për ty. It's one thing for us to trust God when we're thirsty and desperate at daylight. Është një gjë tjetër ti besojmë Perëndis kur jemi të uritur edhe të etur në dritën e diellit. Surrounded by things to do and people to see. Në kuptimin që kemi gjëra edhe njerëz përreth nesh, It's another thing at midnight when everyone else is asleep. por është një gjë tjetër kur ndihemi kështu në mesnatë, And kur të it's gjithë just flen. and it's just you and your thoughts. Je vetëm ti dhe mendimet e tua. And that's where David leads us next. Edhe këtu po na drejton Davidi. In my life, Në jetën time, I'm known for being a very hard sleeper. unë njihem që kur fle gjumë, asnjë gjë s'më zgjon. You can ask my wife. Mund të pyesni gruan time. I sleep through the crying children, Unë fle kur fëmijët qajnë, the car alarms, kur bie alarmi I makinës, her alarm, alarmi I telefonit saj, my alarm, imi, the neighbor's alarm, I fëmijëve and every other noise that happens in our apartment complex. dhe çdo zhurmë që mund të ndodhi në atë lagjen tonë. I'm a very hard sleeper. Unë fle gjumë top. But I themi ne. can think of some seasons when sleep has escaped my life. Por mund të kujtoj disa momente, disa kohë të jetësime kur nuk flia dot. And those seasons are most often connected to a few things. Dhe shpesh ato janë kohë të lidhura me disa gjëra. When I am worried about something, Kur jam I shqetësuar për diçka, when something is outside of my control, kur diçka është jashtë kontrollit tim, when I'm stressed about my performance in school or at work. kur jam I stresuar për performancën time në shkollë apo në punë, And during the day, those thoughts don't bother me that much. edhe gjatë ditës këto mendime nuk është që më shqetësojnë shumë, But when I go to lay my head down at night po kur shtrihem në darkë and the day begins to replay in my mind, dhe filloj të riluaj ditën në jetën në mendjen time, these thoughts come to steal my sleep. këto mendime më vjedhin gjumin. Here's King David chased out of his house, Ja ku është mbreti David, In the përzën nga shtëpia e vet, in the wilderness hiding. I fshehur në shkretë të tir. I can only imagine the thoughts and doubts that he faces. As mund të imagjinoj mendimet dhe dyshimet me të cilat ai përballet. Maybe you're not sleeping in the desert and your family member is not trying to kill you. Ndoshta ti nuk je I shtrirë në shkretë të tira, apo ndonjë familjar që po përpiqet të të vrasë ty tani, But maybe there's things in your life that keep you up at night. por ndoshta ka gjëra në jetën tënde që të mbajnë zgjuar natën. David sets an example for us Davidi po vendos një model, një shembull për ne. when the thoughts of the enemy come against us. Kur mendimet e armikut vinë kundër nesh, How do we battle these things? si përballemi, si luftojmë këto gjëra. The first thing he does is he chooses remembrance over bitterness. Gjë e parë që ai bën, ai zgjedh kujtesën për bri hidhërimit. I meditate on you throughout the night. Unë të kujtoj ty në shtratin tim, të mendoj kur I zgjuar natën. He chooses trust over control. Ai vendos zgjedh besimin përpara kontrollit. You are my helper. I sing for joy in the shadow of your wings. Ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tërgëzim në hijen e krave të tu. And confidence over worry. Dhe ai zgjedh konfidencën mbi shqetësimin. We have to remember he did not learn this through a life of simplicity and ease. Tani duhet kujtojmë që Davidi nuk e mësoi këtë gjë për shkak se jeta e tij ishte e lehtë.
David's life was filled with significant battles and trials. Jeta e Davidit është e mbushur me beteja dhe sfida shumë të mëdha. From the shame of his family not including him, Që nga turprimi nga familja e vet që nuk e përfshin kur Samueli erdhi të zgjidhte një mbret. in the feast when Samuel showed up to anoint the brothers. Tek festa kur Samueli erdhi dhe do të vajoste një nga vëllezërit e tij, një nga djemtë e Isait si mbret, To the envy and jealousy of his first boss. deri tek zilia dhe xhelozia e mbretit shefit tij të parë. King Saul trying to kill him again and again and again. Mbreti Saul u përpoq ta vriste her pas here. And now he is being forced out of his kingdom by his son grabbing for control. Dhe tani ai është përzën nga mbretëria e tij, nga djali i vet që është i jetur për pushtet dhe He, kontroll. he could have chosen bitterness. Ai mund të kishte zgjedhur inatin, zemrimin, idhërimin. He could have chosen control. Mund të kishte zgjedhur kontrollin. He could have chosen worry. Mund të kishte zgjedhur shqetësimin. But instead, he chooses to remind himself of the God he serves. Por në vend të saj, ai zgjedh të kujtojë veten e tij kush është Perëndia që ai i shërben. The enemy loves to overwhelm us Armiku vdes të na te ngarkoj with negative thoughts me mendime negative, that deny the reality of the God we serve. që mohojnë realitetin e Perëndisë të cilit ne i shërbejmë. Our God is a God of abundance. Perëndia jonë është Perëndi i bollëkut. Our God is a God of peace, not chaos. Perëndia jonë është Perëndi i paqes, jo i kaosit. Our God is a God of comfort. Perëndia jonë është Perëndi i ngushëllimit. And when we approach these difficult seasons Kur ne afrohemi në këto stin të vështira, and we choose to run to God as David did, edhe zgjedhim të vrapojmë drejt Perëndisë ashtu si Davidi bëri, we can come to a deeper understanding of the God that we serve. ne vim në një të kuptuar më të thellë se kush është Perëndia që i shërbejmë. David reveals the secret of peace in our restless nights. Davidi zbulon sekretin e paqes në netët tona të shqetësuara. But those who persecute him are still at play. Por ata që e përndjekin atë janë akoma duke vepruar. How can we live at peace Si mund të jetojmë në paqe? while those that persecute us are still out there? Kur ata që na përndjekin janë ende aty jashtë. Let's see how David handles this. Ja ta shohim se si e përballoi këtë gjë Davidi. See, the core of his problems Thelbi i problemeve të tij were things that were not caused by him. ishin gjëra që në fakt nuk ishin shkaktuar nga ai. He had experienced an injustice in his life. Ai përjetoi një padrejtësi në jetën e vet. And I love justice personally. Dhe unë për veten time e dua shumë drejtësinë. Does anyone else like justice? E do dikush tjetër drejtësinë? It is very easy for me to root for the good guy in a movie. Është shumë e lehtë për mua që të bëj tifo për të mirin në një film. Like when I watch The Dark Knight, Për shembull, kur shikoj Kalor si i errët, Dark Heath Knight, Ledger does such a good job playing a bad guy. është një film ku një aktor shumë i famshëm, Heath Ledger, luan të keqin And it's so easy to just hate him dhe është shumë e lehtë ta urresh atë. and root for Batman. Edhe të bësh tifo për Batman. But also, I like justice when I drive my car. Por mua më pëlqen drejtësia dhe kur ngas makinën time. That guy cut me off. Nëse dikush më pret rrugën, I love justice. unë e dua drejtësinë. Maybe I'll cut him off. Ndoshta unë do t'i pres rrugën atij. You know, you guys live in Albania. Një jetoni në Shqipëri. It's a little bit of the Wild West out here. Është pak si perëndimi i egër këtu. Amen. I love justice when I drive my car. Po unë e dua shumë drejtësinë kur ngas makinën. Sometimes just like the toot of my horn is so gratifying to me. Më duket ndonjëherë sikur kur I bie bori, sikur më shpërblen, më jep një vetë kënaqësi. I can find myself invested in stories of injustice. Unë mund ta gjej veten time që jap veten time në histori pa drejtësie. Asking like, what do we need to do to bring these people to justice? Do me thënë mere me padrejtësi, të them ç'a duhet bëjmë që t'i sjellim këta njerëz përpara drejtësisë. But something in my life
Por diçka në jetën time just never feels that good when I actually get the justice I want. nuk ndihet aq mirë kur unë e marr drejtësinë që unë dua. Like if I feel in situations in my life Nëse unë kam situata në jetën time where justice is actually played out on my side, kur drejtësia është në anën time, I typically walk away feeling like, that just didn't feel as good as I thought it would. unë largohem duke menduar nuk ndihem dhe aq mirë. Like, we were too harsh on that person. Ne u treguam shumë të ashpër me këtë personin. Or like, I just wish we would have got a little bit more in there. Do doja që të merreshim pak më shumë me situatën. Well, I think part of that is to remind me that I'm actually not called to be the judge. Edhe mendoj që një pjesë e kësaj është se për të më kujtuar mua që unë nuk jam thirrur për të qenë gjykatësi. My judge or my ability to judge a situation is clouded. Aftësia ime për gjykuar një situatë është shumë e zbetë. I have biases. Unë jam i anshëm. I have specific ways of thinking. Kam një mënyrë specifike të menduari. And often those don't allow for actual justice to take place. Edhe shpesh këto nuk lejojnë domosdoshmërisht që drejtësia e plot të ndodh. And David actually sets the example of how to carry out justice. Davidi në fakt vendos shembullin se si mund ta vendosësh drejtësinë. He doesn't look to his own actions, Ai nuk shikon veprimet e veta, even though he's King David. edhe pse ai është mbreti David. He turns to a different type of justice. Ai kthehet një drejtësie që është pak ndryshe. He chooses to release his expectations and trust God. Ai vendos t'i dorëzoj pritshmëritë e veta dhe t'i besoj Perëndis. We serve a God that desires mercy among his people, Ne I shërbejmë një Perëndije që do mëshirën ndaj njerëzve të tij, as an example of his heart for the world. si një shembull të I zemrës së tij për botën. David gives us a great example Davidi na jep një model fantastik. by not wanting to carry out the justice against his son that he rightfully deserves. Duke mos kërkuar të vendoset drejtësia kundër djalit të tij, But he që ai e meriton. He chooses to show him mercy. Pra I vendos t'i tregojë atij mëshirë. God also had a son Perëndia ka një bir gjithashtu, who actually didn't deserve the judgment he received. që në fakt nuk e meritonte dënimin që ai mori. David was giving us a representation Davidi po na jepte ne një shëmbulltyr, një model of the heart of God të zemrës së Perëndis, that loved his children, që I deshi fëmijët e tij, even though they had sinned, edhe pse ata kishin mëkatuar, even though they had done atrocious, awful things. edhe pse kishin bërë gjëra të tmerrshme. He chose love. Ai zgjodhi dashurinë. He trusted God to bring justice. Ai besoi Perëndis që do të vendoste drejtësinë. David gives us an example Davidi na jep ne një shembull, një model of a deep trust that says, God, you can actually protect and guard me. të një besimi të thellë që thot Perëndi ti mund më mbrosh edhe të më ruash mua. Here, David has given us a master class Këtu Davidi po na jep një klasë elitare, master class si quhen. in how to handle a difficult season, Si të përballemi, si të trajtojmë një stin të vështirë, to choose remembrance over bitterness, të zgjedhim të kujtojmë në vend që të hidhërohemi, and to remember that the Lord is our provision, edhe të kujtojmë që Perëndia është siguruesi ynë, that we can trust in the Lord, that he is our comfort, që mund të besojmë që Perëndia është ngushëlluesi ynë, and the Lord will carry out justice. edhe Perëndia do të vendosi drejtësinë. And this is incredibly important for us to learn Dhe kjo është e rëndësishme për ne që ta mësojmë, because God desires a group of people sepse Perëndia po kërkon një grup njerëzish that when their life is pressed që kur jeta e tyre është nën presion and they encounter difficulty, dhe po hasin vështirësi, the way that they respond is not like the rest of the world. mënyra se si reagojnë nuk është si pjesa tjetër e botës. That we don't look as the world that clings for control in desperate situations. Që ne nuk dukemi si bota që
kapet pas kontrollit në momentet That we vështira. don't look for satisfaction in the things of the world when we're hungry and thirsty. Që nuk kërkojmë kënaqësi në gjërat e botës kur jemi të etur dhe të uritur, But that we would choose to live a different life. por se do të zgjedhim një jetë tjetër, ndryshe. I like the way it's described in Philippians 1:9. Më pëlqen shumë se si është përshkruar te Filipianët 1:9. I apologize, I forgot this on the notes. That's fine. Philippians 1:9. It says this, I pray that your love will overflow more and more. Pali shkruan kështu, dhe për këtë lutem që dashuria juaj të teproj gjithnjë e më shumë, And that you will keep on growing in your knowledge and understanding. dhe të vazhdoni të rriteni në njohuri dhe në çdo dallim, For I want you to understand what really matters, që të dalloni gjërat më të mirash në përkthimin shqip, so that you may live a pure and blameless lives until the day of Christ's return. dhe të mund të jeni të pastër dhe të panjoll derisa Krishti të kthehet sërish. May you always be filled with the fruit of your salvation, Qofshi të mbushur me fryte drejtësie, the righteousness or the righteous character produced in a life by Jesus Christ. që arrihen me anë të Jezu Krishtit, For this will bring much glory and praise to God. për lavdi dhe për lëvdim të Perëndis. David, towards the end of his life, Davidi, nga fundi i jetës së tij, was considered a man after God's own heart. u quajt një njeri sipas zemrës së Perëndis. This was not a man that lived perfectly and without sin. Ky nuk ishte një njeri që jetoi në mënyrë të përsosur, pa mëkat. In fact, his life was marked by many, many significant mistakes. Në fakt, jeta e tij u shënjua nga shumë gabime të mëdha. But the testimony of King David Por dëshmia e mbretit David would be one that returned to God in every season where he was desperate and thirsty. ishte e tillë që ai do të kthehej gjithmonë te Perëndia kur ishte i dëshpëruar dhe i jetur. And I want to pray for you tonight Edhe unë dua të lutem për ju sonte. that when you're in seasons where the enemy seeks to steal your comfort, Që kur t'jeni në stin, kur armiku po përpiqet të vjedhë rehatin tënd, to take away your peace, të të largoj paqen tënde, to lead you to feel like there's lack in your life, të bëj ty të ndihesh sikur ka mungesa në jetën tënde, that you'll be reminded of Psalm 63 që do të kujtoheni për Psalmin 63. and the approach that David took Edhe përqasjen e Davidit, to remind himself that the Lord is his provider, për ta kujtuar veten që Perëndia është siguruesi i tij, his comfort, ngushëlluesi i tij, and his justice. edhe drejtësia e tij. Could I do something and ask all of you to stand? A mund bëj diçka dhe të kërkoj të gjithëve që të çohemi në këmbë? I'm going to wrap up in just a couple moments. Do ta përfundoj shumë shpejt. I didn't say fast. Just kidding. Po, dika, but you said that was all the beginning you knew? Message received. I'll wrap up Për faster. Okay. Për pak momente. No, it wasn't the message. I would love to pray for you tonight. Do doja shumë të lutesha për ju sot. If I'm honest, Nëse do të tregojmë sinqert, moving overseas has been very challenging. të vija nga Amerika në anën tjetër të oqeanit ka qenë shumë sfiduese. And there's things that we thought were going to go one way, Edhe kishte gjëra që mendonim do shkonin në një drejtim, and they've went completely the opposite way. edhe shkuan në drejtimin e kundërt. Actually, today we had a very exciting moment in our church Në fakt, sot patëm një moment shumë të gëzueshëm në kishën tonë. where we gathered for our first vision meeting in our location in Prizren. U mblodhëm për takimin tonë të parë të vizionit në ndërtesën e re në Prizren. We've been praying and believing for a building for 2 years. Kemi qenë duke u lutur edhe duke besuar për një ndërtesë për 2 vite. Ju lut We've had finances and people, kishim financa dhe njerëzit, but we had an incredibly difficult time to find an owner that was willing to work with the church. por ishte shumë e vështirë të gjenim një pronar të një ambienti që ishte i gatshëm të punonte me kishën. That was one of the things I thought we were going to get knocked out right away.
Kjo ishte një nga ato gjërat që mendova, ne do të përzihemi menjëherë nga ai vend. But God has been training me and equipping me in Psalm 63. Por Perëndia ka qenë duke më trajnuar dhe pajisur mua përmes Psalmit 63. He thought he's not getting it as he reads it. He needs real life examples. Nuk mendoj që Zoti mendoi, ky nuk po e kap thelbin duke lexuar, I duhet jeta vet dhe situatat ta mësojnë. And there's been seasons and moments where I've felt so thirsty Dhe ka pasur stin dhe momente kur jam djerë kaq I jetur, and so desperate. kaq I dëshpëruar. And God has always come through. Edhe Perëndia gjithmonë është shfaqur. Maybe not in the way I wanted, Ndoshta jo në mënyrën si unë doja, maybe not the way I expected, ndoshta jo ashtu siç e prisja, but He has always been faithful. por ai ka qenë gjithmonë besnik. The building we have today Ndërtesa që kemi sot is bigger than any other building we looked at. është më e madhe se çdo ndërtesë tjetër që kemi parë. It's in a better location than every other building we looked at. Është në një zonë më të mirë se çdo godin tjetër që kemi parë. And it's cheaper than any other building we could have got. Dhe është më e lirë se çdo ndërtesë tjetër që mund të kishim parë. God is faithful. Perëndia është besnik. So I want to just ask you if you'd be willing to close your eyes. Kështu që dua t'ju kërkoj nëse mund të mbyllim të gjithë syt. Just a private moment between you and God. Në një moment shumë personal, vetëm ti dhe Perëndia. Maybe you're in a season where you're thirsty, Ndoshta je në një stin ku je I jetur, you're worn out, and you're tired. je I ezauruar dhe e lodhur. I want to pray for you. Dua të lutem për ty. Maybe you're in a season Ndoshta je në një stin where the blessing of God has been poured out faithfully. ku bekimi I Perëndisë është derdhur mbi ty plot besnikëri. And it's easy for you to remember God's goodness. Dhe është e lehtë për ty të kujtosh mirësinë e Perëndisë. I want to encourage you to pray Dua të t'inkurajoj të lutesh for those who are in hardship. për ata që janë në momente të vështira, në sfida. Vulnerability or openness Të qenit I dobët dhe I hapur, I thyeshëm, is a powerful thing in the kingdom of God. është një gjë shumë e fuqishme në mbretërinë e Perëndisë. I believe it's actually one of the greatest strengths of Christianity. Në fakt mendoj që është një nga pikat më të forta të krishterimit. God is not looking for people whose lives are perfect and put together. Perëndia nuk po kërkon për njerëz të përsosur, jeta e cilëve duket që po shkon mirë. But He's looking for people that will be honest before Him. Ai po kërkon njerëz që janë të ndershëm përpara Tij, të sinqert. So I'm going to ask you to do something bold tonight. Kështu që do të kërkoj të bësh diçka të guximshme sot. And if you feel like you're in a desert season E nëse ndjen që je në një stin shkretëtire, and you're wondering if God is close, edhe pyet veten nëse Perëndia është afër, I want to ask you to raise your hand so I just know who I'm praying for. dua të kërkoj të ngresh dorën që unë ta di për kë po lutem, ndërkohë që tjerët mbajnë kokën ulur dhe sy mbyllur. I see your hands. See your hands. I see shoh your duart hand. tuaja, I shoh See your duart hand. tuaja. See your hand. Thank you. Thank you for your honesty and your humility, being willing to admit that. Faleminderit për sinqeritetin dhe për ulësinë. Right now, we're just going to pray for our brothers and sisters. Do të lutemi tani për vëllezërit dhe motrat tanë. God, we thank you Zot, falenderojmë that you promise që ti premton, to never leave or abandon us, mos na lësh apo braktisësh ne, but that you always remain close. sepse ti gjithmonë qëndron afër. God, I pray for these brothers and sisters that have raised their hands, Perëndi, lutem për këto motra dhe vëllezër që kanë ngritur duart, that have admitted a void or distance, that have admitted that there's a void or a distance. nëse ka një boshllëk ose dhe largësi, God, would you just come in this moment? Zot, a do vish në këtë moment, Would you breathe your life of comfort? a do frysh frymën tënde të ngushëllimit, Would they sense your peace? që ata të ndjejnë paqen tënde, Would they sense your mercy? të ndjejnë mëshirën tënde. God, I pray for those that have experienced injustice Perëndi, lutem për ata që kanë përjetuar padrejtësi in their homes or in their workplaces. në shtëpitë e tyre apo vendet e tyre të punës. God, would you help them to let go of those things? Perëndia, do t'i ndihmosh që ti dorëzojnë këto gjëra tek ti, And to cling to the love and mercy that you offer us. të mbërthehen në dashurinë dhe mëshirën që ti ofron.
God, we pray for a peace in their hearts, Perëndin e lutemi për paqe në zemrat e tyre, to walk in your comfort. të ecin në ngushëllimin tënd. God, we pray that you would pour out blessings Perëndin e lutemi që do të derdhësh bekime in the supernatural realm, në një nivel të mbinatyrshëm, but also in the natural place we live. por edhe në realitetin e natyrshëm ku ne jetojmë. We pray for your refreshment. Ne lutemi për rifreskimin We tënd, pray for your joy. për gëzimin tënd. We pray for a deep understanding Lutemi për një të kuptuar të thellë of what it means for a spirit to be satisfied. se çfarë do të thotë që një shpirt jetë i kënaqur. God, we just thank you for your faithfulness, Perëndi, të falenderojmë për besnikërinë tënde, your goodness, mirësinë tënde, your presence. praninë tënde. In your name, Në emrin tënd lutemi. amen. Amen.